Gjykata e Korçës ka pezulluar nga detyra 4 policë të ndaluar 3 ditë më parë në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës si të dyshuar në përfshirjen e veprës penale të shpërdorimit të detyrës. Prokuroria në seancë i ka kërkuar gjykatës pezullim nga detyra për 4 punojësit e policisë, ndërsa ka quajtur të lishëm arrestimin e tyre. Sipas avokatit Nevzat Tarelli, gjykata ka pranuar të pjesshme kërkesën e prokurorisë, duke lënë në fuqi pezullimin nga detyra, ndërsa e ka quajtur të palishëm arrestimin e 4 policëve. Sipas Tarellit, të 4 policët kanë marrë pjesë në gjithë procedurën ligjore të bashkëpunimit për zbulimin e rastit dhe kanë qenë tepër korrekt në punën e tyre, ndaj dhe për këtë nuk duhet të pezulloheshin nga detyra. Tati Kapjes është merit e Agjencisë Mbikëqyrjes Policore. Ata kanë pas informacionin, ata kanë organizuar dhe kapje. Ajo që thash shumë, pjesa e punonjësve të policisë është që këta punonjës policie, mbasi mjeti është futur në skaner, janë përfshirë të gjithë në dokumentimin e rastit dhe kryerjen e kësaj. Pra nuk mund të marrin merita që nuk i kanë. Por në veprimet e tyre nuk gjendet asnjë element në mospërmbushje të detyrës. Është një rutinë e zakonshme dhe për më tepër klienti që mbrohej që ishte në pozicion e përgjegjësit të turnit, që është shumë e largët të mendosh që ai të jetë në të gjitha vendet e shërbimeve në të njëjtën moment parë. Gjykata ka lënë në burg pa afat drejtuesin e mjetit VD, i cili akuzohet për trafikim të lëndëve narkotike dhe municionit.